Kjo ishte një përmbledhje rreth 30 minuta e disa prej lajmeve dhe zhvillimeve më të rëndësishme në Shqipëri, ndërsa për rreth 20 minuta në vazhdim kam kënaqësinë që të ndaj studion me profesor doktor Adrian Civici, ekspert i njohur ekonomie, rektor i Universitetit Mesdhetar, i cili më bashkohet për disa çështje të aktualitetit ekonomik. Profesor, mirëmbrëma, është kënaqësi që e kam. Faleminderit. Faleminderit. Tani euro sot arriti në minimumin historik 93 lek plus minus diçka, ndërsa ajo që bëri përshtypje nuk ishte fakti se euro raktu, por se disa figura të qeverisë mes tyre dhe kryeministri sot deklaroi se kjo ka ardhur si pasojë një forcimi të monedhës vendase që është leku dhe që sipas tyre kjo është një sukses për ekonominë shqiptare. Qëndron ky lloj skenari, pra është gjë e mirë që na ka rënë euro sepse është forcuar leku? Sigur, kursi këmbimit varet nga shumë faktorë dhe ajo që është më e rëndësishme tani është të gjykojmë jo një moment, siç është për shembull dita e sotme ose një javë, po një trend që ka të paktën 3-4 vite që na ka sjellë deri në këtë pikë, që na ka sjellë deri këtu. Natyrisht që edhe zhvillimi ekonomik dhe forcimi i ekonomisë është një element që ndikon, por nga pikpamja e trajtimit të përgjithshëm të problemit, ajo që është ndryshuar si ndryshim strukturor është fakti që prezenca dhe raporti i masës monetare në lek dhe masës monetare në euro në Shqipëri ka ardhur vazhdimisht duke u ndryshuar në favor, si thua, të prezencës dhe masës monetare të euros. Dhe natyrisht edhe monedha si çdo mall tjetër reflekton raportet kërkesë-ofertë. Pra, nëse një monedhë është dhe shtohet vazhdimisht dhe një monedhë tjetër avancon më ngadalë, natyrisht që ajo që avancon më ngadalë dhe është më e vogël forcohet, ajo që është më e madhe edhe më prezente dobësohet. Kështu që në një kuptim më të përgjithshëm kjo ka ndodhur këto 3-4 vitet e fundit në raport me forcimin e lekut dhe dobësimin e euros. Tani nëse vim te faktorët konkret janë dy kryesorët. Nga njëra ana ai që është më rëndësishmi, pse po shtohet kaq shumë prezenca e euros në ekonominë shqiptare, dhe e dyta, oferta monetare në lek me çfarë shpejtësie zgjerohet. Oferta monetare dhe prezenca e euros në tregun shqiptar duhet bëj një parantezë këtu, që ne jemi vend me kushte specifike, praktikisht jemi vend me dy monedha. Nuk është se leku natyrisht është monedha jonë, zyrtare, por prezenca e eurove në tregun shqiptar është aq e madhe sa gati po të shikosh dhe depozitat edhe transaksionet dhe shumë element tjerë janë gati 50% me 50%. Pra, në Shqipëri qarkullojnë dhe ekonomia jonë monetare funksionon mbi dy monedha. Kështu që duke qenë dy monedha, edhe kursi këmbimit është më lehtësisht i ndikueshëm nga raportet e njërës me tjetrën. Kështu që është vërtet sukses forcimi i lekut, profesor? Mund të lexohet kështu apo në një farë mënyrë është pasojë e futjes së shumë eurove që do të diskutojmë pak më poshtë se cilët janë faktorët, se kanë nga ata që thonë që pare e zezë siç quhet e ka bërë një situatë tjetër. Në ekonomi nuk gjykohet asnjëherë bardhëzi, në kuptimin që forcimi i lekut është veç se sukses, apo e kundërta, forcimi i lekut është veç se pasojë negative e futjes së shumë eurove. Prandaj thash që janë dy rryma që kushtozojnë këtë lloj kursi këmbimi sot. Nga njëra anë shtimi masë monetare në euro që vjen natyrisht për arsye ekonomike, vjen edhe si pasojë rritjes shumë të madhe të turizmit dhe fluksit monetar, duke pas parasysh që mbi 90% e turistëve që vinë në Shqipëri vinë nga zona euro ose paguajnë në euro, natyrisht ndikojnë edhe investimet e huaja direkte, në disa raste ndikojnë dhe eksportet, por nga ana tjetër është prezente edhe fluksi i parave informale që mos t'i vëmë emër tjetër, që hyn nga kanale zyrtare ose jo zyrtare në Shqipëri, i cili bën vazhdimisht një presion të madh për forcimin e lekut dhe dobësimin e euros. Por një gjë është tashmë po duket që është reale, ky nuk është kurs këmbimi konjunkturor, pra që ndikohet nga një faktor i vetëm dhe për një periudhë 3 mujore ose 6 mujore, por është një ndryshim strukturor. Pra, në strukturën e përgjithshme monetare të Shqipërisë, raportet midis lekut dhe euron janë vendosur në këtë ekuilibër të ri. Dhe që ky ekuilibër të ndryshojë, duhet ndryshojnë shumë gjëra me natyrë strukturore, jo vetëm një vendim qoftë i Bankës Shqipërisë për të rrequr euro nga tregu Eurobondi i famshëm që herës ndërhyhet si një vendim tjetër i kësaj natyre. Pra, edhe bizneset, edhe individët, edhe gjithkund ku ka transaksione dhe veprime monetare,
duhet të mësojnë që t'i bëjnë llogaritë e tyre me këtë kurs këmbimi që sapo vjen dhe bëhet strukturor. Sa mund të zgjasin situatë të tillë dhe a mund të rikthehet sërish euro në ato nivelet, le të themi, shumë të larta që ka patur dikur, që ka arritur të këmbehet deri në 140 lekë të rinj vendin tonë për sot? Nuk besoj, sepse duke pas parasysh faktorët që kanë çuar në këtë kurs këmbimi që kemi sot, një kthim i tendencës tyre, të paktën për periudha afatshkurtë dhe afatmesme, duket pothuajse i pamundur. Pra, unë vazhdoj të mendoj që ne duhet mësohemi që t'i bëjmë gjitha llogaritë me këtë kurs këmbimi të euros. Natyrisht, ky kurs këmbimi, forcimi i lekut dhe dobësimi i euros ka fitues, ka dhe humbës. Nuk është absolutisht i mirë, ashtu siç nuk është. Po janë më shumë fitues apo humbës? Këtu pastaj në një farë mënyrë vendoset preshorja për të kuptuar nëse situata është më tepër në favor apo në disfavor të ekonomisë shqiptare. Mendoj që mund bëjmë një llogari kështu direkt se ka më shumë fitues apo më shumë humbës, po ashtu siç ka humbës, sidomos sektori eksporteve, ashtu siç ka humbës një pjesë e popullsisë që ka të bazuar konsumin mbi bazën e remitancave që vinë në euro dhe fuqia blerëse e saj sa vjen dhe ulet, po ka dhe përfitues për sensin që importuesit shqiptar janë përfituesit më të mëdhenj nga ky kurs euro, sepse e blejnë me një euro të dobët, si thua, dhe e shesin këtu me një lek të fortë. Edhe nga pikpamja statistikore, treguesit e prodhimit brendshëm brut edhe borxhit publik, llogariten në lek, edhe kur janë në euro për arsye statistikore, edhe borxhi del më i ulët, edhe të ardhurat mund të jenë më të mëdha në lek, pra edhe ata që kanë kredi, për shembull në euro, por aktivitetin dhe të ardhurat kryesore i kanë në lek, edhe kjo pastaj po. Kanë më të lira. Pra, situata është ka që përfitojnë, ka dhe që humbasin. Çështja për ta mbyllur është që Shqipëria që në vitin 1991-92, kur ka bërë programin e bashkëpunimit me FMN dhe në kuadrin e politikave të ajustimit strukturor, ka rënë dakord që të zbatoj kursin e lirë të këmbimit pa ndërhyrje në treg. E qartë. Profesor, si mund ndikoj ligji i ri i Bankës Shqipërisë, të cilin e di që keni edhe ju me interes për ta diskutuar me teleshikuesit, tek kjo situatë dhe çfarë mund të sjellë për ekonominë vendin tonë? Po, ligji ka dy elementë shumë të rëndësishëm. Së pari ka të bëjë me faktin që është detyrim i kapitullit 17 që ne po negociojmë me Bashkimin Evropian. Po. Për të bërë antar i Bashkimit Evropian, duhet dhe kapitulli 17 mbyllet si gjithë të tjerë, që është kapitulli për sistemin bankar shqiptar, bankën qendrore dhe gjithë përgjithsisht institucionet financiare edhe monetare. Dhe natyrisht reformimi i këtij sistemi, parafrimi i këtij sistemi me gjithë rregullat e institucioneve monetare dhe financiare europiane, natyrisht e bën sistemin më të fortë, më të qëndrueshëm, më performant, sidomos në lidhje me pagesat, të cilat tashmë jo vetëm SEPA, po dhe një sër treguesish të tjerë po e lehtësojnë shumë bërjen e pagesave në mënyrë digjitale, në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të sigurt, dhe njëkohësisht edhe rregullat e mbikëqyrjes së sistemit bankar nga ana e Bankës së Shqipërisë bëhen edhe më të forta edhe më të qëndrueshme. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë pastaj që është dhe ke ligji i parashikuar, projekt ligji i parashikuar është shpreh një vullnet politik, natyrisht që Shqipëria të fillojë procedurat për antarësimin në Eurozonë dhe për adoptimin e euro si monedhë kombëtare, duke zëvendësuar lekun. Nuk është diçka që do ndodhi shpejt, të jemi të qartë, sepse sot kam lexuar dhe kam dëgjuar shumë komente sikur do ndodhi nesër, do jemi të përgatitur. Jo, është diçka që do kërkojë të paktën në rastin më të mirë 5 dhe në rastin më normal 10 vite që kjo gjë ndodhi. Për të përshtatur me monedhën evropiane. Sepse së pari që të fillosh procedurat për të futur në Eurozonë dhe për të adoptuar euron, duhet jesh antar i Bashkimit Evropian në status të plot. Po, pra që bie që praktikisht viti 2029-30 janë vitet si objektiv, se pastaj se din çfarë të realiteti, po si objektiv. Pastaj ka një fazë tjetër tranzitore, 2-3 vjeçare që quhet paradhoma e Eurozonës, që ka të bëjë me kursin e këmbimit, me stabilitetin e tij, me nivelin e inflacionit. Pastaj ka një fazë të dytë ku ndodh ai që quhet ajustimi strukturor financiar, pra konvergjenca financiare dhe monetare, ku ti do përshtasësh parametrat e financave të tua me mesatarin e financave e financiare të 2-3 vendeve
më të përparuar të Europës dhe me kriteret e Maastrichtit. Dhe pastaj vjen faza e tretë që ka të bëjë me fillimin e adoptimit në euro, përfshirjen e bankës tonë qendrore në, si thua, kolegjin e bankave qendrore europiane, guvernatorin e bankës si pjesë e këtij komiteti drejtues sistemit bankave, përfshira me politikën monetare që bën banka qendrore, deri ke drejta që të emetosh vetë euro, fillimisht euro të vogla 1 deri 2 euro dhe pastaj edhe euro të tjera. Pra, nisur nga eksperienca dhe e Kroacisë dhe shumë vendeve të tjera, ky proces do zgjasë të paktën 7 deri në 10 vite. E qartë, profesor, 93 lek për 1 euro është minimumi në një farë mënyrë që do të qëndrojë për disa kohë apo mund të zbresë edhe më poshtë këmbimi i euros tani që vinë edhe emigrantët edhe që muaji gusht, gjysma e dytë e korrikut dhe muaji gusht sillin më shumë edhe turistë në vendin tonë. Mendoj që nga kjo pikpamje presioni ndaj euros do shtohet. Kështu që fakti që akoma s'kemi hyrë në periudhën më intensive turistike, natyrisht që presioni do shtohet. Pastaj do ta kaloj një limit në 92, në 91, kjo ngelet për të parë sepse e përmendëm që nuk është vetëm faktori joni brendshëm ekonomik, por janë dhe gjithë faktorët e tjerë të parave që vinë në të gjitha format nga jashtë, të cilat dhe ato bëjnë presionin e tyre. Kështu që sa hapësirë zë para informale të ky presion, profesor, në këndvështrimin tuaj, se ka palë për shembull që në një farë mënyrë e përdorin këtë situatë edhe për kritika ndaj qeverisë dhe ndaj institucioneve, opozita për shembull, dhe shikon si faktor kryesor paranë informale në këtë situatë në të cilën po përballet moneda evropiane. Paraja, duke qenë që është informale, është zorë që edhe ta masësh, ta llogarisësh, kesh statistika. Ndihet që kjo para ekziston, natyrisht. Ka shumë tendenca, sidomos dhe në ndërtim apo në sektorët e tjerë, që kjo para përdoret dhe në një farë mënyrë bëhet dhe procesi i larjes i pastrimit parave përsa i përket nga para informale në para formale, por që të mund ta masësh është shumë zorë. Për shembull edhe Banka e Shqipërisë, kur bën llogaritjen e remitancave që vjen 1 miliard, 1.2 miliard euro në vit në ekonominë shqiptare, natyrisht llogarit vetëm ato remitanca që kanojnë nga kanalet zyrtare dhe të matshme, po ne nuk e dim nëse janë 1.2 miliard, janë 1.5 apo janë 2 miliard ato që vinë dhe futen në Shqipëri. Prezenca e tyre ndihet, në shumë raste është evidente, po që të kesh një statistikë, të japësh një shifër, është shumë e vështirë. E qartë. Profesor, me 2-3 minuta në fund të kësaj bisede së bashku, dua një koment nga ju edhe për sezonin turistik, si është duke ecur në raport me ekonominë. Pra, çfarë të ardhurash po sjellin turistët në vendin tonë, duke marrë parasysh se edhe në mediat ndërkombëtare, edhe gjithë reklama që është bërë Shqipërisë duket sikur i është bërë për një vend të bukur, por të lirë në kuptimin e çmimeve dhe pavarësisht se mund të na sjellë shumë turistë, po halet ta llogarisë pastaj se sa vlerë ka një numër i lartë turistësh kur të ardhat në ekonomi nuk janë aq të mëdha. Pavarësisht nëse do ta ndanim në 2 faza strategjin ton për turizmin dhe konsolidimin e sektorit turistik si një sektor strategjik për zhvillimin e vendit. Ekonomisë, po. Natyrisht që në fazën e parë kemi fituar një betejë që është betejë e reputacionit. Në një farë mënyrë tashmë Shqipëria është njihet si një destinacion i vlerësuar turistik, po. Faza e dytë që është më e rëndësishme tani janë gjithë problemet strukturore që ka turizmi shqiptar sot. Është një turizëm që ka një tendencë për të bërë gjithvjetor, pa akoma është i përqendruar në një periudhë 5-6 mujore, kryesisht në zonat bregdetare, me gjithë dhe zhvillimet në Alpe, po ato ngelen kryesisht në pak muaj, dhjetor, janar, dhe numri atyre që shkojnë janë akoma i vogël në raport me këtë masën. Patjetër që zgjedh Rivierën gjatë verës, po. Është akoma një turizëm që kapacitetet turistike të nivelit lartë, ato që sjellin turistë që shpenzojnë shumë, janë akoma të pakta. Dominojnë akoma hotelet, po themi, mesatare, të vogla, të cilat edhe pagesat i kanë më të ulta sepse aq shërbime ofrojnë. Problem ngelet çështja e transportit, sepse ne akoma s'kemi zgjidhur një dilemë shumë të madhe strukturore, si mund të ketë turizëm masiv pa transport masiv. Shumica turistëve me gjithë këto linjat low cost që janë sot, bëjnë çështje mundur për të gjetur një bilet 40, 50, 60 euro për të ardhur nga shumë vendet e Europës dhe pastaj duhen 200 euro të ikin me furgon me taksi për të shkuar në Vlorë ose në vende të tjera. Dhe kjo ka sjell
jo pak shqetësim. Edhe ajo që është më e rëndësishmja, si ndikimi me që ju e bët pyetjen për ndikimin e turizmit, natyrisht është fakti që në periudhën piku turistike ne na shtojnë shumë dhe importet, na prishet dhe bilanci tregtar, se akoma nuk e kemi lidhur si duhet zhvillimin e turizmit. Importet kryesisht në turizëm, në struktura akomoduese në importet që kanë të bëjnë me ushqimet. Me ushqimet, po pra, që përdorin strukturat akomoduese të shërbimeve. Në shumë vende që kanë pasur sukses në këtë drejtim, kanë bërë politika shumë më komplekse, duke e shtrirë efektin e ndikimit turistik edhe në zonat e brendshme të vendit që janë zona kryesisht bujësore, agropërpunuese, po që ofrojnë dhe shërbime tjera natyrave ndryshme. Akoma këtë vazhdojmë ta kemi efekt strukturor që kërkon një strategji turizmi shumë më komplekse se sa kjo që kemi sot. E qartë, dhe për ta mbyllur, profesor, kanë ndikuar këto protestat, siç thonë disa autoritete që muajin qershor që kishte protesta ndikoi se turistët thonë që nuk shkojnë në një vend ku po protestohet, apo kjo është pak edhe politik në cilën ju nuk doni të hyni? Një ndikim natyrisht që e ka pasur, nuk duket për momentin shifrat e muajit qershor edhe muajin korrik vazhdojnë të jenë në rritje. Natyrisht nuk ka kaluar pa ndikime, por deri tani ndikimi është minimal. Po thuaj se pa në efekt, sepse meqense edhe protesta është e përqendruar në Tiranë, ne gjithë zona turistike i kemi. Është në pjesën e jugut në Veriga. Nuk kanë pasur arsye për të as kompanitë që bëjnë rezervimet, pa as turistët që ndjehen shqetësuar, aq më tepër që edhe protesta është protestë paqësore, nuk është se ka kriju konflikte sociale ose gjëra të tjera. Profesor, faleminderit shumë, ne si gjithmonë ku flasim së bashku. Faleminderit. Ishim me zotin Adrian Civici, profesor doktor, rektor i Universitetit Mesdhetar, ekspert i njohur ekonomie. Ne shkëputemi vetëm për pak dhe rikthehemi dhe flasim për Kosovën, me të cilën Amerika nuk e ka rifilluar dialogun strategjik.